Dhjetra infermiera dhe personel teknik me status të pazgjedhur të punës dolën sot sërish në protestë përpara Spitalit Klinik të Tetovës. Përveç që s'kan vendime pune, infermierët pojnë se ka 3 muaj që nuk kanë marrë rroga. Spitali i Tetovës mbahet gjallë nga ne, por neve na kanë haruar. Ne nuk po kërkojmë dhurata, kërkojmë pagat tona të vënuara, kërkojmë kontratat tona të munguara, kërkojmë vendimet tona të merituara dhe premtuara. Boll më me rena. Derisa punonjësi shëndetësor vazhduan protestën para spitalit, drejtori i këtij institucioni Agim Berisha ishte mbyllur në zyrë dhe kishte vendosur persona që ta ruanin derën duke mos pranuar të prononcohet për media. Për problemin e mbi 140 të punësuarve në këtë spital, foli krye infermieria Dita Zaimi, e cila nuk ishte zgjedhur krahun e të punësuarve, por të drejtorit. Mirë po, ju thashë edhe në fillim, këto nuk janë probleme që janë kriju tani, po janë probleme të trashëguara. Dhe këtu s'ka të bëj as drejtoria as asgjë. Janë probleme që janë trashëguar prej më para dhe duhet pak kohë për t'u zgjedh. Besoni se paraprakisht është e vërtetë se na u premtu se do ketë edhe konkurse, punësime, du jepen vendime të punësuarve. Preng ministrin, normal se urdhnat ato premtimet vijnë prej më lart, nuk vijnë prej këtu. Ne nuk mund t'i sejojmë ato gjëja. Edhe ndodhen që ndodhen, e dini si është situata, dhe ndodhi kjo. Ne gjithsesi jemi në pritje tash si të zgjidhet ministri i ri, shpresojmë sa më shpejt edhe të zgjidhen edhe këto probleme. Zaimi kërkoi që punonjësit të formojnë grup pune dhe të adresojnë kërkesat e tyre me shkresë zyrtare. Ne kontaktuam edhe me sindikatën e pavarur mjekësore të Maqedonisë, nga tjera thanë se ata janë duke bërë presion të vazhdueshëm. Sipas sindikatës, ata shumë shpejt do të dalin në përkraje bashkë me të punësuarit, por potencuan se problemi i njëjtë është në të gjitha spitalet e Maqedonisë. Правиме притисок секојдневен до директорите, пошто нас не работодавач директорот, а директорот него е право да побара средства за да се регулира нивниот статус, тоест да им се исплатат застанатите плати. Наш бидејќи министерот не е работодавач во случајов, туку директорот на ЈЗУ. Дали е клиничка болница, општа болница или здравствен дом, нас не интересира директорите. А тие понатаму од кај ќе си ги барат парите, нас не интересираме. Пари бараме да се плати оно што е изработено. Në Spitalin Klinik të Tetovës ka rreth 400 personel teknik që janë me vendim pune, rreth 140 infermiere janë me kontrata në vepër. Të gjithë këta të punësuar nëse marrin vendim pune, përsëri në Spitalin Klinik të Tetovës do të ketë mungesë të stafit mjekësor.